Ka pas shumë pak studente vajza në këtë drejtim. Mund të them unë që në një grup prej 200 studentëve, një 15 kemi qenë vajza. Këto paragjykime zakonisht ndodhin nga mentaliteti në vendin tonë, sidomos në moshat e shtyra, sepse ende mendojnë që ky drejtim është më shumë për mashkuj, por nuk është e vërtetë. I kam ndihmuar shumë, mund të them që për gjatë lidhjes me akademinë në 8 vitet e gjysmë, mendoj që mbi 10.000 student veç i kam ndihmu ose ligjeru, sidomos vajzat. Kam dhënë edhe trajnime falas në kompani për to, për disa prej tyre që veç kanë dashur të mësojnë më shumë se si zhvillohet një aplikacion. Pastaj kam mbajt po ashtu panelet të ndryshme, bisedat ndryshme, ku kam tentu pak a shumë me rrugtimin tim të inspiroj sa do pak që ta zgjedhim fushën e teknologjisë, sepse sipas mendimit tim është një vendim shumë i duhur, sidomos për vajzat dhe gratë, për arsye të punës remote, fleksibilitetit që t'jep si punë është shumë fitimprurs, pra gjitha këto mendojnë që bëjnë një profesion të duhur. Po në fillimet ke pas ndoshta paragjykime ose mos besim ose pjesëmarrja e gjinisë femrore në përgjithësi në këtë drejtim? Si ka qenë dhe si e shes sot për shkak që je në atë botë? Po, në fillim, pra tek pjesa ku veç kam fillu studimet para 10 viteve, është e vërtet që ka pas shumë pak studente vajza në këtë drejtim. Mund të them unë që në një grup prej 200 studentëve, një 15 kemi qenë vajza, pra është vrejt shumë dallimi kur kemi qenë student. Por me kalimin e kohës, kjo veç ka shku të normalizu, që mund të themi sot është një barazi totale e numrit studentëve, që mund të themi që nuk ka as pak më këto dallime në aspekt gjinor, si që kanë qenë ma herët. Paragjykime, unë personalisht, fatmirësisht nuk kom pas, tek pjesa profesionale, për arsye se shumicën e klientëve ne i kemi ndërkombëtar, pra i kemi nga SBA, nga Anglia ose nga Evropa, edhe qasja atyre është shumë profesionale, por mendoj që këto paragjykime zakonisht ndodhin nga mentaliteti në vendin tonë, sidomos në moshat e shtyra, sepse ende mendojnë që ky drejtim është më shumë për mashkuj, por nuk është e vërtetë, siç e dim ditët e sodit ka vajza dhe gratë që udhëheqin kompani të mëdha teknologjike, një ndërtohet dhe Mira Murati që ka qenë CTO e ChatGPT, ndërsa sot ka kompaninë e vet, kështu që po mendoj jemi në një rrugë të mirë në këtë pjesë dhe paragjykimet thjesht nuk janë më. I përmendje edhe klientët ndërkombëtar, po ashtu edhe që është një degë shumë fitimprurse, sa ka qenë vështirë më u kyç në fillim në tregun e punës, apo s'ka qenë fare problem? Nuk ka qenë problem për arsye sepse në kohën kur unë kam përfunduar fakultetin, ka pas tepër nevojë shumë për fuqi punëtore. Kjo ka shku duke rënë me shfaqjen e inteligjencës artificiale, sepse sot inteligjenca artificiale është e vërtetë që po zëvendëson shumë programer,